Edhe pse Organizata për Bashkëpunimin dhe Zhvillimin Ekonomik njoftoi disa ditë më parë se emigrimi në vendet e pasura është ulur me 20%, të rinjtë e Maqedonisë së Veriut vijojnë ta kenë prioritet. 1/3 e studentëve maqedonas emigron ose mendon që të emigrojë jashtë vendit. Këtë e konfirmon edhe hulumtimi i fundit i Universitetit Nën Tereza në Shkup, në bashkëpunim me universitete të tjera rajonale dhe ndërkombëtare. Të gjithë po përballemi me një sfidë të përbashkët. Nuk do të thotë se në Ballkan kemi më shumë probleme me emigrimin dhe të tjerët jo. Numri i personave që dëshirojnë të largohen është shumë i lartë. Rreth 57% e të anketuarve në Maqedoninë e Veriut janë shprehur se janë të interesuar për të emigruar, than burime zyrtare të universitetit. Një prej faktorëve më të rëndësishëm mbetet ai ekonomik, ndërsa hulumtimi në vitet e fundit ka nxjerrë në pa edhe faktorin kulturor, si një nga arsyet pse të rinjtë dëshirojnë të ikin. Kujtojmë se edhe të dhënat e Institutit për Hulumtime Politike të publikuara në maj të këtij viti treguan se 1 në 3 persona mendon të shpërngulet nga Maqedonia e Veriut. Sipas anketimeve, interes më të madh për të larguar kanë grupposhat nga 30 deri në 50 vjeç. Sfida më e madhe për të rinjtë e rajonit të Pollogut që duan të emigrojnë mbetet mosnjohja e gjuhës dhe mos përshtatja me sistemin e ri. Ndërsa nostalgjia për shtëpinë prek pothuajse gjysmën e tyre, romët dhe shqiptarët përballen me më shumë vështirësi gjuhësore, ndërsa maqedonasit shqetësohen për njohjen e diplomave. Megjithatë, të rinjtë vlerësojnë pozitivisht sistemin shëndetësor dhe transportin jashtë vendit. Për të kthyer ata kërkojnë paga më të larta dhe kushte më të mira pune, ndërsa shumica besojnë se qeveria duhet të jetë faktori kryesor në krijimin e kushteve për rikthimin e tyre. Më shumë se 46% e të rinjve në Maqedoninë nuk mund të besojnë se vendi do të bëhet antar i Bashkimit Evropian, sipas raportit të fundit. Vetëm 6.7% besojnë se antarësimi mund të arrihet në 5 vitet e ardhshme, ndërsa 35.8% presin që kjo të ndodhë në të ardhmen më të largët. Pengesat kryesore për integrimin, sipas të anketuarve, janë korrupsioni, mosmarrëveshje dypalçe dhe besimi i ulët në institucione.